Denik Prizreni është një bariton shqiptar që ka nisur rrugtimin e tij nga skena e Filharmonisë së Kosovës dhe ka kaluar edhe në projekte muzikore moderne e tradicionale. Ai është i njohur për performancat e tij në opera dhe muzikë klasike, por gjithashtu ka sjellë projekte në muzikën popullore dhe moderne, duke marrë pjesë aktivisht edhe në mbrëmje muzikore dhe ahengje familjare. Sot do të bëjmë një lidhje mes klasikës, traditës dhe modernës dhe do të kuptojmë rrugtimin e tij artistik ndër vite. Është kënaqësi që tani ta ftoj në studio, ta përshëndes, të akomodohet. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi Denik. Shumë faleminderit që erdhe nga Prishtina. Faleminderit ty për këtë. Është shumë kënaqësi që të kemi. Urdhëro, vendi juaj është aty. Për herë të parë kemi në emisionin Ritmi i Ditës për të zbuluar atë lidhshmërinë tënde, ashtu siç e thash edhe paraprakisht, sepse ne jemi mësuar të shohim shumë aktiv në mbrëmje muzikore, në ahengje familjare, por shumë rrallë me videoklipe, edhe njëkohësisht prezent edhe në Filharmoninë e Kosovës. Fillimisht faleminderit për ftesën, mirëmëngjesi për gjithë ju që po na shikoni. Është një energji super e mirë mbrana në studio, edhe ti jep dritë këtij emisioni. Faleminderit shumë për ftesën. Ndërsa nëse flasim për këtë temë, është temë pak më e ndërlikuar sepse ritmi i jetës është shumë më i vështirë, sepse unë zgjohem edhe herët kom prova çdo ditë. Sa deshta të ndërlidhem aty. Po, vetëm se pamundësia, tash dy pika i kom në vogë, edhe operën, edhe muzikën popullore, i kom dyat me të cilat jam rrit. Ndërsa pamundësia e klipeve e bën atë që unë jam shumë i zonë, edhe nga në performanca, nga në prova, nga në koncerte dhe nga në fund në mbrëmje muzikore. Kjo i bjen që jem tepër i zonë, po tani më besoj që gjatë vitit që do hymë, do të kemi shumë sene të reja, do të kemi albumin me 12 këngë të reja, faktikisht jo të reja. Kjo një lajm i mirë. Po e kemi një album part 2, që është janë 12 këngë shqipe, që është vazhdimësi apo kontinuitet i albumit tim të parë që ka qenë, është bo në kohën e pandemisë. Do më thonë jëmë bo një 12 këngë. Mund të them që kanë qenë këngë operistike, cilat janë bo, do më thonë, prej viteve 70-80 dhe janë evergreenat e njoftur botnor, që i kom sjell në albumin e parë. Tani do të bëjmë albumin e dytë, vitin e ardhshëm, edhe po besoj do të gjej një herë kohë me veten, të punoj pak, ta bëj ashtu si që kom qef. Denik, më thuaj të ka ndihmuar ndër vite muzika klasike për të performuar më mirë në mbrëmje muzikore dhe për ta sjellur pastaj atë frymën e muzikës klasike për ta interpretuar në muzikë popullore dhe qytetare të vjetër, siç dim ti dëgjojmë këngë tua. Patjetër. Shkollimi, teknika vokale mundson çdo këngëtar të ketë shprehje shumë atë madhe, të mos lodhet. Sigurin po ashtu, po edhe të mos lodhet duke kënduar, sepse një teknik vokale mësohet në shkollë dhe me atë mund të kesh çfarë do zhandri, pop, jazz, rock. Sot në botë janë vocal coach më të njohur në botë, cilët do të thonë nuk e mësojnë vetëm një stil operistik ose një stil zbavitës, po i mësojnë gjitha stilet në një. Do të thonë është vocal coach, shkolla ajo që ta mundson të kesh një teknik shumë të mirë që mund ta përdorësh edhe në muzikën popullore, edhe në muzikën operistike patjetër. Më intereson edhe ai momenti kur je kyçur edhe në muzikën popullore pas asaj klasikës. Si ka qenë ai vendimi përfundimtar? Ka qenë prapë mund të them një kontinuitet, sepse në familjen time gjithmonë jemi rrit me atë frymën e muzikës së vjetër qytetare dhe si motra ime, si vllau im, gjithmonë edhe babi edhe hallat, dhe gjithmonë ku jemi mbledhur në shtëpi për një aheng, gjithmonë kemi kënduar gjithë së bashku, kemi kënduar këto këngë të vjetra qytetare, edhe unë kom qenë ai fëmija i vogël që ka qenë ndoshta pak më i talentuar për këtë punë, edhe më kanë thënë gjithmonë çun piano, çu bjerë piano, kam brit çdo herë nga ti, a? Fiks. Edhe kështu që unë jam rrit me atë frymë edhe kur kom vendos me hik nej edhe ka muzika popullore, unë besoj që kom qenë edhe i gatshëm, sepse kom dëgjuar shumë muzikë dhe kanë qenë pjesë me cilat unë jam rrit. Cila ka qenë performanca që çdo herë e mban në mend? Flasim performanca që vazhdimisht e ke sjell edhe në Filharmoninë e Kosovës. Mund t'i veçoja sepse tani më ka
disa vite që është themeluar edhe opera e Kosovës, ndërsa unë jam pjesë e saj, tani më disa vite, dhe kënaqësia më e madhe ka qenë kur e kemi bo për herë të parë operën e parë kosovare që e ka kompozitori akademik Rauf Dhomi, edhe ka qenë opera parë kosovare, cila u bo, dhe më thonë, vjetë. Ka qenë një kut? Po, edhe ka qenë një emocion të jetë i veçantë, ka qenë një eksperiencë të jetë e paharruar, edhe që besoj që nuk do të harroj kur. Sepse opera e parë kosovare të interpretohet në Kosovën e pas luftës, me gjitha ato mangësit që kemi, që nuk kemi sallë operistike, që nuk kemi kur gjo, po entuziazmi dhe dëshira jonë për të krijuar art është shumë e madhe se sa aq. Shumë e vërtet. Ndërkohë, unë e kam përzgjedhur edhe një performancë tëndën, të cilën e ke bërë në radio-televizionin e Kosovës, me këngën Skënderbeju, e cila na pëlqen jashtëzakonisht shumë, përveç se si këngë, më pëlqen edhe mënyra e interpretimit tënd, por do lus regjin që ta shohim shpejt së bashku këtë interpretim nga Denik Prizreni dhe të rikthehemi pastaj edhe për ta komentuar. Meqense e kemi këtu në studio, mos na ik tani edhe për këtë. Patjetër.
Të lumt. Ka shumë persona ndoshta që deri më tani nuk e kam parë këtë performancë. Ndoshta edhe ka shumë për tyne, po ka qenë një emocion i veçantë sepse kënga e Skënderbeut është këngë epike, cila ju ka kushtu një heroj tepër të madh neve shqiptarëve, andaj do të me pas shumë kujdes kur këndohet kjo këngë, sepse është këngë komponuar nga kompozitori i madh shqiptar Qesk Zadeja, është pjesë e filmit të Skënderbeut, edhe ka qenë një emocion tepër i veçantë kur e kemi bërë. Po, sigurisht që këto emocione pastaj përcillen edhe deri tek publiku e shikuesit, sepse shumë e ke të përgjithshme që ta sjellësh në mënyrën më të mirë, duke marrë parasysh që është një figurë historike kombëtare. Absolutisht, edhe sidomos kur është e gjitha live. Atëherë ke orkestrën e madhe, dirigentin, edhe atëherë duhet shumë më të mirë, kogja shumë mirë. Cili është dallimi Denik të performuarit e këtyre këngëve klasike e deri tek ato që i performon në mbrëmje muzikore, në ahengje familjare? Cili është çka më fal? Dallimi, po. Për një arje operistike duhesh me punu shumë gjatë. Kuptimin e flas të punës që ajo të tingëlloj në stilistikisht ashtu si e ka lyp kompozitori. Në operë duhet ketë një disiplin tjetër, ndërsa live si live ka disiplin tjetër. Për të dyja vlen një rregull, është gjumi, të cilin ne kemi në mungjes shumë të madhe, ndërsa në Shqipëri thojnë një formull shumë thjesht, e thojnë instrumentisti do punë, këngëtari do gjumë. Mire thëmë pastaj. Shumë e thënë. Shumë e vërtet. Gjumin e kanë të përbashkët, ndërsa puna rreth një arje operistike merr shumë kohë. Si temi, ose një operet në përgjithësi, e cila zgjat deri në 2 orë, ajo merr shumë kohë, sepse gjitha duhet mësohet përmendsh, duhet mësohen lëvizjet skenike, duhet përcjellët dirigenti, duhet të ketë aktrim rreth asaj opere. Edhe ka shumë komponente tjera që e bojnë shumë më të vështirë atë performancë. Ndërsa në stilin e live-it jem pak më i relaksum, themi ashtu, sepse janë këngë të njohura që i dinë gjithë, ato këngë mund edhe të përsëriten, por që mund të këndon edhe me publikun ndonjëherë. Vlen të përmendet kjo, sepse nëse edhe gjatë live-it ka shumë rëndësi çfarë energjie jep ti te publiku. Sepse publiku me njëherë e thith. Shkove në gig ose me një koncert ose çka do që është i muzikës popullore, zvavitse, whatever, në momentin e parë, kur ti jep energji të keqe dhe je i lodhur edhe si e mirë, publiku nuk të thith. Domethënë të shtyn, domethënë derisa ti e sheh veten që duhesh më marrë me publikun, sepse ata njerëz kanë harxhu kohë, kanë harxhu parë, kanë harxhu gjithçka, janë ndrejshë në vesh me ardh 12 minutë. Edhe kjo ka rëndësinë tepër të madhe. Por dallimi me operën është krucial shumë i madh, sepse ka shumë më shumë punë, shumë më shumë angazhim, edhe për me kry një operë si duhet, besoj që deri në 5-6 muaj të shkon kohë me qenë ashtu si duhet. Po, si e konsideron muzikën moderne dhe klasike që bëhet në ditët e sotme në Kosovë dhe në gjitha troje shqiptare dhe ne? Kanë evolu shumë sene, AIDA kanë evolu shumë sene, sot edhe në botë opera domethënë ka një impakt tjetër. S'është mos qysh ka qenë kohën e, le të themi, Jose Carreras ose Pavarotit ose Domingos. Sot janë gjeneratat e reja të operës, të cilët mund të këndojnë edhe këngë të dashurisë, këngë të lehta, këngë të bukura që janë qytetare, por prapë kanë atë, për shembull, janë edhe emra si Juan Diego Flores. Ai për shembull ka albume sot, ai është këngëtar operistik puro, operistik, po ka edhe albume me këngë të vjetra të kombit të stilit të tij. Për shembull, ai është latin, ai është nga Peruja, mos gabona, edhe ai qohet edhe këndon për shembull Besame mucho, domethënë në koncertet e tij. S'është mos qysh ka qenë ty një herë, se për shembull në koncertet që kanë qenë ty një herë me Pavarotin,
ka pas vetëm arje operistike, dramatike. Kanë qenë më strikte. Më strikte, rreth asaj. Ndërsa në muzikën popullore ose muzikën argëtuese, fatkeqësisht ka devalvu sistemin shumë, sepse ka ndalë shumë këngëtarë cilët edhe ka të tyne që janë dhe jashtëzakonisht mirë, me ata të cilët unë i njoh, janë fantastik. Po ka dhe abuzus dhe përfitus të kësaj situate që është të shku lëmsh, që thojnë, edhe po dalin do këngë koti, do artista kotit, cilët asë nuk e meritojnë që të gjohen 2-3 muaj, një vit dhe humbin. Edhe humbin. Kështu që është një farë lomshi, një farë devalvimi i kulturës, por besoj që koha edhe pak kam i qitë këtë me një sitë. Edhe adin kur të lëkund kështu atë sitën, veç binë... Dhe matën gjërat, pastaj më mirë, po. Cili është ai sekreti Denik që të ka mbajtur kaq në formë për gjithë këto vite, duke mbajtur 2 ritme të rënda, do e thoja? Unë e kam mas vështiri, por fal Zotit, fal talentit që më ka dhonë, edhe fal zërit, unë mundona edhe jam tip shumë energjik, në më thonë, e kom metabolizmin bëllaki t'ilë. Dhe e ke atë aftësim për ta vretur energjin pastaj, ashtu si që vrejte në studio. Absolutisht, që shepash në studio, por edhe të publiku ajo e vrenë qdo herë. Shumë. Edhe ata më kanë majtë, ata vazhdojnë me majtë, ata vazhdojnë me respektu si që unë i respektoj ata, edhe po besoj që këtë vit do të organizoj një koncert, ndoshta nuk mund të them koncert si koncert, po diçka pak më të madhe, me i shpërbly ata njerëz që më kanë ardhur, më kanë dëgjuar që 20 vjet në karrierë, sepse 2025 unë festoj 20 vjetorin. 20 vjetorin, po bën 2 dekada. 2 dekada. Kështu që ti, me këndo që ki qef, jeftu me më ardhë në Prishtinë, do të mbesim në kontakt dhe të lejmëroj për koncertin cili do të jetë në Prishtinë. Me knacin më të madhe, gjdo herë, kuptohet. Të lutem. Po me bashkëpunime me orkestrën, me grupin që ke, si që ndronë? Jeni bashkë gjdo herë? Falë Zotit shumë mirë, sepse kom njerës shumë që e din punën, edhe me ata jam që një 15-16 vite bashkë, si që të sekëm ma herët edhe kur erdha me mikun tonë Astritin. Astritin, të cilën e përshëndesim. Safaj, po, unë e kom mik të zemrës, mik të shpisë, ndërsa neve na bojnë shumë vite që bashkëpunojmë edhe bojnë koncerte bashkë, sepse na ka lidh nga Akademia Arteve, ai ka qenë, do më thonë, Akademi ndoshta një 2 vite ma i vjetër se unë, mos gabohna kështu. Si instrumentist? Po, edhe jemi taku atje, kemi nejt atje që nga atëherë, gjithmonë kemi pas një bashkëpunim fantastik. Me dilema sa dush rreth punës, kuptimin dhe rreth muzikës, po miqësis edhe ndjenjës së përbashkët, ajo është bile edhe shefi që e quajmë na shefi i grupit, po. Ajo është shefi i grupit edhe është një djalë fantastik, cilën nga këtu e përshëndesim shumë. E përshëndesim të dy jashtëzakonisht shumë. Denik, më thuaj, si organizon Denik Prizreni dhe grupi i tij një dasëm ose qoftë edhe një mbrëmje muzikore? Si e fillon dhe si e mbaron? Për gjithë ata që nuk kam pas mundësi t'ju shohin. Këtë e ndërtoj repertorin në bazë njerëzve që i shohin në salë. E kom një, do më thonë, e qes një kamerë, cilën e kom timen, që lidhet direkt me kokën, me kësi trunin, edhe veç i shoh njerëz qëfare janë, qysh duken, edhe qëfar familje është. Edhe në që mos të tinglojt ashtu si... Jo, pa para gjykuar, sigurisht. Po, pa para gjykuar, po vetëm kur i shoh njerëz e di si e ndërtoj repertorin. Kur nuk është i njëjti. Vërtet? Kur nuk është i njëjti. Kur. Do më thonë edhe gjithmonë mund të jetë i njëjti në këngë, po gjithmonë i zaventsoj këngë. E qes një tjetër, që mos jetë e njëjta, se kom shumë kështu mërzi. Për ndryshe organizimin teknik edhe me që ka të bëj me administrat, Astriti është carë për këtë punë. Astriti është carë. Astriti e ka marrë me shumë, ofër zemrës e ka marrë me shumë këtë punë, edhe a i shkon të akod me dasmorin, fletë rreth dëshirave ti, rreth ashtu se din që unë jam
super i ngarkum edhe mbynë me pushu fytin. Edhe e ke besimin e plot pastaj taj, sepse nëse nuk keni bashkëpunimi, po ashtu si që thashë edhe ma herët, ajo është mik i familjes, mik i shtëpisë, kështu që na e kemi edhe menaxheri i grupit. Me dy dur. Denik, mua më vjen shumë keq, ora shënon 10:00, ne këtu duhet ta përmbyllim këtë bisedë, dua ta vazhdoj edhe më tej, por që koha është e limituar dhe këtu po mbarojmë emisionin duke të falenderuar jashtëzakonisht shumë që erdhe nga Prishtina. Unë të premtoj që nëse organizon koncerti do vi bashkë me ekipin për ta ndjekur dhe për të kënaqur. Je më shumë se e misë ardhën, si ta them si shoqës time, si motrës time, si çka du shtuj. Kime ardhë, kime kënaqë që ti me gjithë ekipën, edhe unë të falenderoj nga zemra për ftesën. Edhe kemi mi u gjiruar për ta parë pastaj edhe publiku i Maqedonisë. Patjetër. Mu bo qefi shumë që erdha, edhe pse ndoshta është koha pak e shkurt, por gjithsesi emocioni, energjia ke shumë e mirë nga fillimi. Shumë faleminderit, është kënaqësi e dyfisht. Të lutem. Shumë suksese.